unë e di, unë kam hasur për vështirësitë e artizanatit, sepse për fat keq nuk ka asnjë, ndoshta jo nuk ka asnjë ndihmë, po ka shumë pak ndihmë, nga strukturat shtetërore ose ministritë përkatëse, dhe kjo bën që të stepen ose jo të gjithë t'i hyjnë, po themi, punës artizanale asaj që bëhet me dorë, jo asaj që fabrikohet. Përshëndetje të dashur miq, sot në episodin e radhës In The Flow Talks do t'ju sjell një histori shumë të veçantë. Unë për veten time parapëqej ta quaj të veçantë sepse në fakt është e tillë, për shkak se kam të ftuar një mikesh e cila në detin e madh të masivitetit dhe të industrive të ndryshme spikat ndjeshëm me individualitetin e saj. Kam të ftuar një vajzë që do ta quaj në fakt stiliste, por edhe një artizane, pse jo, ajo është Gracie tona. Mirë se më ka. Kisha kohë fakt që të kisha ftuar në studio, po ti nuk po bëhesh e mbar sepse ishe shumë e zënë me porositë që kishe në atelje ose në punisht. Po gjithmonë gjem kohën për njerëz si vi. Faleminderit. Ajo që më ka bërë mua përshtypje, se për shembull, unë nuk të njoh ty shumë mirë, ti nuk je një mikeshe ime ose një njohura ime e tjetër, por interneti ose rrjetet sociale na shërbejnë shpeshherë për të qëmtuar ose identifikuar atë që është i veçantë, domethënë edhe pse ti vetë nuk e ke thënë këtë gjë, pra nuk e ke shprehur me fjalë, por me personin tënd dhe me identitetin tënd vizual ti e ke shprehur. Dy gjëra më bën shumë përshtypje. E para, pamja jote, sepse sot vajzat, gjinia femrore, kryesisht mban flokë të gjata ose të stërgjata, edhe kur nuk i kanë flokët e gjata, i shtojnë, pra me këto të famshme textation, ndërsa ti je me flokë shumë të shkurtra dhe ka shumë pak vajza me flokë të shkurtra sot. Është për guxim në Shqipëri, shife me një sy ndryshe. Tani jo më, sepse kanë ndryshuar pak, por gjithmonë më thonë nuk e ke pas flokët e gjata, i tamam kështu kam lindur me flokë të shkurtra, po jo, këtu kam gjetur veten në këtë stil. Kjo ishte e para. Dhe e dyta ishte ajo që të identifikon ty si një stiliste e re, pse jo? Ti sigurisht tashmë e ke vendosur markën tënde dhe më vjen shumë mirë. Kjo është dhe arsye sepse unë sot kam veshur këtë fustan shumë të bukur, që përbëhet nga motive tradicionale të punuara me dorë, që janë punimet me grep. Unë kuptoj që kjo lule është e re, pra është e bërë ishtas, ndoshta enkas për fustanin. Por jam e bindur që ti nuk e ke nisur kështu. Cila ishte shkëndija e parë që ti vendose të bësh veshje, ku një pjesë e veshjeve të ishte një perde, një centro, madje edhe këpucët që ke veshur, janë të punuara me grep si mokasinat e indianëve më duket mua, se sigurisht në traditën tonë nuk e kemi faktikisht këtë lloj këpuce pra për ta veshur, po ti ja që e ke bërë revolucionin edhe tek këpucët. Si të lindi ideja për të bërë? Unë kam një shprehje që them qentrot mos i linin mbi televizor, por mbi supe. Është shumë e bukur si shprehje. Dhe këtu nisi ideja, realizimi, domethënë mami im punon veshjet me grep. Të falenderoj shumë që më ndihmon, sepse s'mundet i realizoj gjitha, sepse unë realizoj veshjet. Dhe më marrin goxha kohë, punimi artizanal merr shumë kohë për t'i realizuar. Dhe bashkëpunoj me të dhe me një zonë tjetër që realizon edhe këpucët me grep. Po, ky ishte synimi im për të ndërthurur artizanalen me të re, në këtë rast me linon, në stil në verës. Dhe është një risi. Ti ke bërë, pra ti ke martuar, po themi, linon me grep. Po, por edhe jeansin me grepin, sepse kam parë disa çakovente në faqe. Po, mund të kombinohet, por linoja me grepin flesh shumë mirë dhe shkon shumë, sepse duke qenë se linoja është një material shumë i përshtatshëm për lëkurën, për trupin, tani në verë është e freskët. Grepi jep atë identifikuesen dhe stilin tim, edhe pse ka hyrë në vitet e fundit,
Po, si modë. stil, po. Është në fakt është një veshje, një kombinim shumë i bukur dhe unë ajo që admiroj tjetër tek ty është që në një lumë të madh ose në një det të madh që po na përmbyt me veshje, me industri që më the se kishte edhe një emër që si quhet fast Fashion quhet. fast fashion. Po, veshje të shpejta. Po. Pra, në një det me veshje që po na përmbyt nga platformat e shitjes online, nga rrobat second hand, por edhe nga rrobat e reja, sepse ne e dim që poshtë çdo pallati, në çdo lagje, 4 prej 5 apo 6 dyqaneve janë me veshje, që do të thotë duhet një guxim i madh të ndërrosh dhe të shpresosh që në këtë mori të madhe mode dhe tekstili, ti do qash atë tunelin tënd, domethënë, edhe do gjesh klient që të blejnë veshjet e tua. Është trimëri shumë e madhe mendoj, apo jo? Është pak e vështirë, por jo e pa arritshme të mund. E kam nisur gjithmonë me krijimet e mia, me stilin tim. Realizoja veshje siç më vinte frymëzimi im dhe aty përshtatet klientët me stilin tim. I ke të shtrenjta veshjet? Jo. Veshjet e dorës, përderisa marrin kohë, kushtojnë pak më tepër se sa veshjet patjetër. Klientët e tua, blerëset e tua, e quajnë të shtrenjtë veshjen që ti prodhon, krijon, domethënë në kuptimin që nëse ti i thua, nëse ajo pëlqen diçka, e shikon në faqen tonë, thotë më të pëlqen kjo, dua ta blej, dhe ti i thua çmimin. Ajo bën kështu wow apo jo? Bën wow, patjetër. Por kur shef orët, domethënë në një bisedim më të gjatë, shef orët e punës dhe procesin se si është realizuar një veshje, aty beson. Se një veshje do kohën e saj, do përkushtimin, ndërthurjen. Pa llogaritur faktin që asnjëra nga veshjet nuk është njësoj. Po, kjo është tjetër. Individualiteti i veshjes është tani jot është vetëm joti dhe nuk realizohet i dy. Shumë faleminderit. Unë do ta pranoj me shumë kënaqësi, megjithse e di shumë mirë që puna juaj për t'i bërë këto, për t'i krijuar këto veshje është kolosale, por unë do kem mundësi ta ekspozoj dhe do ta përdor veten si një vitrinë, edhe do ta përdor me shumë kënaqësi, sepse në fakt e kemi bërë bashkë këtë gjë edhe me revistën Treva, se mua më pëlqeu shumë puna jote dhe në fakt do kisha dashur që kjo është artizanat. Domethënë, kjo që ti bën është art, është stil, pra është po themi mod, patjetër, por është edhe artizanat përderisa ti përfshin një traditë që është pra punimi i dorës me grep. Ka pasur kërkesa nga, për shembull, ku diun, hotele ose restorante ose kujtina tradicionale për të bërë, fjala vjen, ku diun, mbulesa tavoline lino që të kenë motivet me grep brenda. Ke pasur kërkesa të tilla? Jo, sepse unë jam e fokusuar më tepër tek veshjet dhe më pëlqejt më shumë nga turistët e huaj, të cilët blejnë një veshje të ndërthurur me grep, në këtë rast linon me grep, për të pasur një veshje identifikuese shqiptare tradicionale. E qartë. Sa e ruan ti tradicionalen tek veshjet e tua, kur bëhet fjalë për shembull për një kostum, se në fustan ndoshta është më e thjeshtë, se fustani ka motive, në një kostum. Në një kostum luaj tek jaka për shembull, vendos detaje me grep dhe tek xhepa. Pra e gjen mënyrën tradicionale ose të paktën me një prekje dorë. Po, varet gjithmonë sa guxon klienti. Po me kapelet si? Unë vdes për kapele. Do të realizohet patjetër. Sidomos për kapele sportive, pra. Ky është një frymëzim që marr domethënë nga një bisedë, del një aksesor i ri. Edhe kapelja, që është kapelja. Kapelet janë shumë të bukura edhe stil. Edhe stil, shumë stil dhe për shembull mua do të pëlqente që të kisha një kapele, ndoshta jo të gjithën me grep, po në pjesën më e parë të kapeles ose strehën për shembull. Këtë ishte shumë e bukur. Interesante, ja. Ishte me grep. Dhe për shembull kopucët, pra mokasinat janë një linjë për shembull që ti mund të krijosh linjën tënde të mokasina, nuk di si të them, ja ti për shembull që je stiliste, ka ndonjë emër tjetër përveç se këpucë
ose papuçe, ose mokasina. Këto që Çizme krijohen. me grep, sepse kam edhe Çizme me disa grep. modele që janë pak më të gjata. Kush I blen ato? Ato modelet çizme të gjata me grep deri këtu që dikur I kemi përdorur si çorap. Që guxojnë, gocat që guxojnë. Gocat stil. Ka shumë goca që guxojnë? Kanë filluar të ketë. Më pëlqen shumë. Nuk e di të dalësh kundër rrymës. Vetëm nganjëherë, pra krejtësisht vetëm, edhe të krijosh ose të stilosh veshje, mendoj që është një gjë që duhet admiruar, përgëzuar, por edhe inkurajuar. Edhe prandaj unë vendosa edhe pse kemi bërë një artikull së bashku, pra për ty në revistë, vendosa që të bëj edhe pjesë e podcastit ku zakonisht ne trajtojmë problematikat të turizmit. Me qenë se ra fjalat e turizmit, edhe pse ti le të themi ti je në një fushë pak më të shkëputur që duket sikur nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me turizmin. Ti si mendon për artizanatin në turizëm, pra si pjesë e turizmit? Duhet të vazhdoj kështu siç është, domethënë me këto përpjekje që po bën, apo duhet bëj kompromise në emër të shitjes? Në tradicionalja gjithmonë frymëzon, edhe në modë. Është në fakt shiko, turistët e huaj, pra vizitorët e huaj, edhe pse sot një problem I madh po konsiderohet kostoja. Pra vinë gjithmonë më shumë turistë të lirë, pra ata që duan blen lirë, që duan suvenire me 1 apo me 2 euro. Dhe duket sikur nuk duan, por unë mendoj që kur shikojnë diçka të bukur dhe origjinale në një dyqan suveniresh të prodhuar nga artizanët tanë, ata e blejnë. E pëlqejnë, po. Po, pse artizanët stepen nga kjo dhe bëjnë kompromise sipas jush? Sepse duan të mbijetojnë apo sepse përton? Sepse dhe artizanalja merr kohën e vet, çdo gjë realizohet nëpërmjet dorës, në këtë rast me grep, punimet me grep, dhe Është e vështirë. është e vështirë. Patjetër që është e vështirë dhe nuk është prodhim në masë. Këtë nuk mund ta mbuloj vetëm një person, duhet një grup zonjash që të punojnë. Plus që ndoshta nuk e kanë garantuar që të ta shesin në një Po, herë. edhe kjo është patjetër. Duhet shumë kohë për të prodhuar, për të krijuar, ose një produkt artizanal. Unë e di, unë kam hasur për vështirësitë e artizanatit, sepse për fat keq nuk ka asnjë. Ndoshta jo nuk ka asnjë ndihmë, po ka shumë pak ndihmë, themi nga strukturat shtetërore ose ministritë përkatëse dhe kjo bën që të stepen ose jo të gjithë t'i hyjnë, po themi punës artizanale asaj që bëhet me dorë, jo asaj që fabrikohet. Kam vënë re, ndoshta nuk je ti personi që duhet ja bëj këtë pyetje, po kam vënë re për shembull që në emër të artizanatit po qëndiset me makinë. Është një zgjidhje thjeshtë dhe një zgjidhje për të mbuluar masivitetin e prodhitarisë. E kuptoj. Por si artizanalja me dorë nuk ka krahason. Ka vërtet zonja që punojnë shumë mirë, ka vërtet, por duhen inkurajuar. Duhen inkurajuar. Shiko, grepi dhe linoja shkojnë shumë bashkë. Unë thash pak më përpara që e ke kombinuar edhe me xhinsin. Ke menduar të fusësh linjë tjetër në, për shembull në produktet e tua? Fjala vjen, kam parë një linjë që stiliste të ndryshme, vajza gjithashtu me ndjenjë të lartë të krijimtarie, që qylymat e leshit dikur në kohën e, po themi, në kohën e komunizmit, shumë qylymat ishin qylyma, centro mbi tavolinë dhe çanta nga ato me rrik. Pastaj filluan t'i fusin edhe në veshje pak, po kryesisht në çanta, punimet e leshit. Mendon se mund të krijohet një miks midis motiveve të qylymave të bëra me lesh dhe veshjeve, pra mendon se ka mund të vënturet tek palto. Palto testina e vimrit, aty po. Dhe shkojnë shumë. Edhe ajo ishte. Sepse duke qenë se ka shumë ngjyra në motivet tona të qylymave, mendoj që do ishte një linjë shumë e bukur. Shumë e bukur është. Unë nuk e di, unë do ta shikoja, pra linjën e këpucëve dhe linjën e kapeleve, sidomos, domethënë do ta shikoja të bërë nga dora jote, se ti ke edhe një emër shumë bukur, pavarësisht se anglisht, se
emri yt në shqip do të thotë hire. Edhe Mhm. hiret janë ato që na veshin. Do të thonë ti prodhon ose krijon hire që të gjitha gocat dhe gratë që veshin veshjet e tua të kenë hire. Do të thonë që të duken bukur, Të bie në sy. të bien në sy. Me vetbesik po. Ajo jaka jote që ke Mhm. që ke vënë mbi bluzë, mbi xhaketë, mbi ta quajmë si të duam. Më kujton jakat e dikurshme që vinim ne gocat mbi përparset e zeza, edhe që një pjesë e jakave ishin me buklin, pra domethënë me atë copën e bukur të bardhë ose me poliester, edhe në rastin më të mirë bëheshin me broden. Pra me ato motivet, bedenat, kordelet, qëndismat, vrimat, lulet këtu. Në rastin më të thjeshtë ishin thjeshta, pra me një lidhse këtu të bardhë, por kishte mama që ishin meraklie, pra që ishin shumë qetë, edhe e bënin jakën e bardhë të gocave, e bënin me krem. Sa më e madhe t'ishte, do të thonë aq më meraklie ishte mami, se kishte të jaka të vogla. Dhe ajo ishte fiks një jakë që përdorej për përparsen e zezë me cilën shkone në shkollë, dhe gocat me thënë drejtën dukeshin shumë bukur. Mua më pëlqen ajo tradit dhe më vjen mirë kur e shikoj mbi bluzën tënde, sepse është një punë ose një vepër e cila tregonte vërtet për kushtimin, talentin, por edhe dashurinë e madhe për punën e dorës. Mami jote ishte një nga ato? Mami ime ishte një nga ato. Dhe nuk le çdo jakë që frymëzohet, i bëje, realizoje, siç të vjen ty frymëzimi i momentit. Bëje si të duash, po. Bëje si të duash, sepse unë mund ta vendos në çdo veshje si kam dëshirë. Dhe ajo i realizon me kaq përkushtim. Është janë shumë të bukura. Unë do doja me gjithë zemër që kur të bëjmë intervistën e radhës, patjetër që do ta bëjmë dhe her pas here, unë kam dëshirë që të ndjek ecurinë e këtyre historive shumë të bukura. Do doja që ti të krijosh një linjë tënde të modës, që ndoshta të kontraktohesh, pse jo, dhe jo nga një shtëpi mode e huaj, jo, nuk të dua këtë, do doja që të krijojë një shtëpi mode shqiptare, dhe ti të ishe pjesë e një, le të themi, e një linje që të bëhej, pastaj koleksioni ver, pranver ver, koleksioni vjesh dimër me ato pallët e bukura që më the, edhe që të bëhesh stiliste në kuptimin e plot të fjalës, sepse mendoj se jemi midis dëshirës dhe krijimtarisë për të spikatur me emrin, pra për të krijuar një potencial, dhe rroba qepësisë, sepse sigurisht ti krijon veshje, pra ti veti qep, ma merr më veshjet e tua. Dhe nesër pas nesër do të duhen, pra nëse të marrësh më shumë porosit, do të duhen zonja gra që do të ndihmojnë. Dhe do krijosh punishten tënde. Uroj që të shkosh drejt kësaj. Ekziston një konkurs në Shqipëri që quhet Muza Competition. Edhe që është një konkurs që frymëzon, pra nxit vajzat që të krijojnë mbi bazën e traditës. Ke provuar të marrësh pjesë? Po kam ftuar, por si një mami e re, nuk kam qenë për të kushtuar, po me lindjen e çunit dhe kujdes me ti. Dhe nuk e pasur kohë. Jo, nuk kam pasur kohë. Sigurisht ti duhet të krijosh një koleksion, pra ti duhet të krijosh, po themi, nuk e di 10-15 veshje apo sa mund të jenë, dhe patjetër që duhet kesh, le të themi, një bazë që të marrësh pjesë me aq punë sa por klientët e mi janë të padurueshëm. Të padurueshëm dhe duan të lënë kohë që të marrësh pjesë. Më thej që je mami një çuni të vogël. Mos më thuaj që e vesh dhe çunin kështu me çaketa me grep, që jam duke po. Po? Ka filluar që i pëlqen para pasqyrës të provoj veshjet që një realizoj. Kështë disa bukur duket. Le të themi që bërë mujt e studioja ime. Kjo moda e mesjetës, për shembull, kur pallatet mbretërore, princerore isheshin se atëherë kostumet kishin për shembull kollanin, pra jakën me krep, me frudha, me këmishat e djemve, por edhe në kostumet popullore, ndoshta nuk janë punët me krep, por punët me qëndisma, punët artizanale, këmishat e djemve për shembull, janë plot me motive me qëndisma.
Edhe nuk do ishte keq sikur të kthehej. Për shembull, këmisha e një kostumi popullor të bëj pjesë e një kostumi, po themi kostumi civil, kostumi borghese, thonë italianë. Vetëm se janë njerëz specifik që guxojnë për t'i veshur, jo një grupi folklorik, por në një veshje dite, për shembull, apo një darkë. E kuptoj. Një pyetje që e kam me merak të ta bëj dhe ta bëj si pyetje të fundit. Ka vipe, do të thonë kur them vipe pra figura të njohura që kanë tashmë këtë titullin ose statusin influencer në rrjetet sociale, të kanë kërkuar veshje, pra ke realizuar veshje për vajza të njohura të rrjeteve sociale ose të ekranit deri më sot? Po, kam krijuar. Pak më pak kërkojnë pjesët artizanale me grep. Sepse do pak guxim, duke qenë se është një traditë e vjetër, edhe pse unë e quajta koleksion artizanale në shpirtëri. Por e pëlqejnë. Po. Do me thënë, ka vajza që duan të spikasin me një veshje të cilën e kanë vetëm ato, pavarësisht se sot në industri ajo mund zgjedhë po thënë veshjen e cilit do stilist të huaj. Ka, por e vështirë është që të realizohet sërish si ai model. Pse pastaj e kërkojnë ato model. Kërkojnë të njëjtin sërish. Dua modelin që ka veshur filanka, për shemb. Por kjo do pak kohë, artizanalia ka këtë gjë që nuk del konkretisht e kopjuar si realizohet. Po, si e Boldora, nuk është perfekt. Ajo është e bukur se e Boldora, por mund të dalë si që prodhon makineria. Gjithmonë tërhiqet filli pak më tepër, njëherë pak më i lirë dhe luja më e bukur ose pak më. Jo, mua më vjen mirë që ajo nuk del ashtu, sepse origjinaliteti mendoj se është më e rëndësishme. Unë të uroj me gjithë zemër që ti jo vetëm të ecësh, por të krijosh shtëpinë tënde të modës, sepse vajzat që guxojnë duhen shpërblim. Edhe shpërblimi më i mirë është që të krijojnë identitetin e tyre për të cilin kanë luftuar. Kështu që, të dashur miq, ju duhet ta njihni këtë vajzën që quhet Gracie Tona, dhe nesër të gjithë ne bashkë, ne gocat dhe gratë, duhet ta ndihmojmë që ta ndjejmë veten, domethënë të privilegjuar që vishemi në krijimet e saj, por edhe ta ndihmojmë që të rritet sigurisht financiarisht aq sa të krijojë një shtëpi mode. Faleminderit shumë. Isha pjesë e kësaj bisede të bukur me ju. Më dha frymëzim për realizime dhe veshje. Për kapelet, mos harro kapelet. Po ja bën mami thirrje drejt për drejt. Po, mami, kujdes, do krijosh këtë pjesën ballore këtu ose strehën me krep, edhe shqyr ka edhe atë kartonin ajo, domethënë që do të thotë nuk ka nevojë për të ngrirë ose për një po themi teknik tjetër të veçantë. Kështu që pastaj ngjyrat e kapeleve do t'i porosisim sipas veshjeve, që të kombinojmë shumë mirë dhe të na duket tamam guximin e stilit. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë e dashur. Ishte kënaqësi. Të dashur miq, në këtë episod fare të veçantë, ju njohëm me një vajzë gjithashtu të veçantë, të cilën unë siguroj ju sugjeroj ta ndiqni në faqet e saj në rrjetet sociale, por edhe ta vizitoni në atelien e saj. Ne do të shihemi në episodin e radhës In The Flow.